Mark Twain, shkrimtar jashtëzakonshëm, i ka një thënie, thotë 2 ditë janë më të rëndësishme në jetën e një njeriu. Thotë ditën kur ka lind, edhe ditën kur e kupton pse ka lind. Prandaj ditëlindjet do të mu festu. E sidomos në momentin që e dim pse ke lind, pse ke ardhur. Ajo është një kërkesë, një kërkim i deri në vdekje kemi kërku pse erdha në këtë botë, çka erdha në këtë botë, çka du me bën këtë botë, çfarë shenjë du me lënë në këtë botë. Ka njerëz edhe si 20 vjeçar kanë pas këse mendime, edhe unë jam konë mesin e aty, nëse jam konë ma i thellë. E ki po ka njerëz, sidomos të rritë, ku është pengesa kryesore? Tek dështimet e para mesin, ndalën, që është gabim. Njerëzit do të me e kuptu edhe prej televizionit tuaj, edhe për këtij emisioni, do të me dhonë mesazh na. Gaboni sa dëni kur gjos janë, dështoni sa dëni kur gjos janë. Është me rëndësi me ecë. Ki mërzu, ki me ecë tutje, ki më qu. S'ki qare po qu. Nuk është ajtë urzu valla ose mu më ndodhi. Krejtve na ndodhin. Kujna do, mi po, ku është diferenca atyne që i kanë mri sukses edhe atyne që s'mi, se ata ecin. E dështu, ose sikur Thomas Alva Edison që ka thonë, ke dështu me poqin elektrik, thotë jo, unë i kum gjetë një mënyra se si kjo pun nuk bëhet. Por mu, një njeri, ka dështu të tërsisht nëse nuk ka nxjerr asë një mësim pej dështimi. Nëse nuk në çdo dështim besom të nxjerr të jep një mësim. Edhe tri, sidomos tash janë në brezëri, do të me kuptu. Dështimi është pjesë e jetës. Ndoshta nganjëherë dështimi është i qëllimshëm. Ti me mri një sukses edhe më të madh. Kjo është e sigurt.